Bizneset që operojnë në sektorin e turizmit me mjetet vogla me qira, bateri apo pedalim, ka reaguar këtë të premte për mediat nga Bashkia e Vlorës. Gjatë ditëve të fundit, 10 bizneset që operojnë në lungomare prej vitesh janë përballur me reagimin e policisë bashkiake, e cila u kërkon largimin e mjeteve dhe gjobitjen e tyre në rast të konstatimit të motomjeteve në rrugë. Një vendim, thon tregtarët, me të cilin nuk kanë qenë të njohur. Ata thonë se prej vitesh kanë kontratë me bashkinë dhe paguajnë hapësirën që bashkia u lë në përdorim. Aplikimet e këtij viti ende nuk kanë përgjigje, ndërsa edhe pse sezoni ka filluar, këto vonesa të bashkisë po sjellin penalizimin e tyre. Gjobat e policisë bashkiake janë të larta, ndërsa turistët kanë nisur me kërkesa për mjete. Ata kanë kërkuar takim me kryetaren e bashkisë. Me kryetaren se kemi problem shumë për motora, bicikleta që i nxjerrim në lungomare. Vit për vit kemi punuar, kemi 6 vjet. Tani këtë vit po na vin policia bashkiake, po na gjobit nga 200.000 lekë dit për dit, vin nga 2 grupe. Kjo është një imazh shumë i keq edhe për turizmin. Vizitojnë manastirin, vizitojnë Orikun, vizitojnë Kalan e Kaninës. Çfarë mjetet i ofrojmë ne atyre për të vajtur në manastir? Turisti merr një bicikletë, merr një motor, merr diçka tjetër. Na kanë dhënë më para SPL për shfrytëzimin e asaj hapësire. Ne thjesht edhe 2 fish ta vënë atë hapësirën, ne do ta paguajmë se jemi me taksa, me të gjitha të rregullta. Kemi investuar, kemi hedhur lek. Tani ne si ti marrim ato lek kur neve na mbyllin andej mbas. Në dimër, ne gjithë dimrin paguajmë taksat kot. Ne bizneset i mbajmë mbyllur. Atëherë ne po na vin polica ditë për ditë. Kur do punojmë ne? Derisa të vi përgjigja mund të vi në fund qershorit përgjigja. Po ne deri atëherë mos të punojmë. Shëndetje, me radhë të parë, unë kam biznesin Moto Unik Vlora. Edhe përfaqësoj motorat me 4 goma për turistat që i çojmë në zonën e Dalanit, Manastirit. Edhe tani ndodhem këtu te bashkia për arsye sepse nuk na lejojnë që t'i nxjerrim përpara në hapësirën publike, thon ata, por unë kam 4 vjet që operoj me këtë lloj hapësirë publike dhe këtë herë ma kanë refuzuar. Doja t'i thoja kryetares që thjesht të na takoj, të na japi një zgjidhje, sepse kjo nuk është mënyra e dur, do të thoja, për të na ndjekur kështu në këtë lloj forme, sepse unë kam marrë një kredi rreth 200.000 euro për këtë vit, edhe nuk e di se si do ja bëj, thjesht mendoj natë për natë që inshallah mos e na lën. Po kam 4 vjet aty që operoj, kam nisur, kam bicikleta normale, elektrike, bagi, kam të gjitha. Edhe nuk e di se si do veproj. Se ku do na çojnë, se ku do na lënë, se çfarë do bëjmë, nuk e di. Thjesht do presim mirë deri në orën 5, po që nuk do trememi dhe nuk do shmangem unë personalisht. Vetëm qofse këta do më ndjekin fare nga Vlora. Turistët ata ndoshta mos e s'kan faj sepse mund t'i dërgoj dikush edhe ai do bëj punën, po gjithsesi mundohen që të na tremin, po unë do u them kaq, nuk jam në ata që tremen. Kjo është tani ideja klienti dhe turistët që vinë duan ta shikojnë motorin, kanë kënaqësi ta shikojnë, kanë kënaqësi që ta ndezësh, të dëgjojnë motorin, që ta marrin. Në lungomare ne një kuaç, një bicikletë, një motor, disa për reklamim që ai ta shikojnë. Promovohen vende ku ti normalisht nuk shkon dot. Do patjetër një makinë, do një quadro, do një bagi apo do një motor karkalec, le të themi, që vete në vende që makina nuk shkon dot. Shihemi të tjerët ushqejnë fëmijët me këtë biznes, që normalisht kjo është. Mbetet për tu parë se çfarë zgjidhje do të jepet për këto biznese, të cilat kërkojnë një reagim nga Bashkia e Vlorës.